Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë me temën e 31, babu ath-thabatu ala ad-din, qëndrueshmëria në fe. Pra njeriu do të ketë sprova në jetën e tij të përditshme, e megjithatë përtej sprovave dhe sfidave ai do të jetë i qëndrueshëm fen Allahut subhanahu wa taala. Allah thot në Kur'anin Kerim, surën Ali Imran: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zot, mos na i shpang zemrat tona pasi na udhëzove dhe na dhuro rahmet mëshirë prej teje, ti vërtet je dhuruesi i madh i rahmetit dhe mëshirës. Në hadithin e Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. Pra do të vijë një kohë për njerëzit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili bën durim në fenë e tij dhe qëndron në të, është si ai i cili mban një prush, një cop prushi në dorë, pra cop prushi të zjarrit në dorë. Pra hadithi është i saktë, transmeton Imam Tirmidhiu. Pra këtë hadith tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rëndësinë dhe vështirësinë e të kapurit në fenë e Zotit në kohën e fitneve dhe sprovave edhe gjërave të ngjashme, që do t'i duhet njeriu të qëndrojë shumë fort në fenë e tij dhe të jetë i durueshëm, sepse për shkak të durimit që do i bëjë ai në fenë e tij, do të ketë sprova, do të ketë dhimbje, do të ketë sfida të rënda, prandaj që njeriu duhet të jetë i qëndrueshëm në fenë e Zotit dhe ta lusi Allahun subhanahu wa taala çdo ditë për të qenë i qëndrueshëm në fenë e tij para sa ne vinë sprova më të mëdha dhe ne nuk e dim, pra nuk e dim se si do të vej halli jon, prandaj lutim Zotin subhanahu wa taala me duan e tij në Kur'anin Kerim: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zot, mos na shmang zemrat tona nga e vërteta, nga udhëzimi, pasi na udhëzove në rrugën e drejtë pra Islamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.